Një makinë e djegur është gjetur në afërsi të fshatit Mirak në Elbasan, që dyshohet se është përdorur nga autorët e vrasjes së biznesmenit Edmond Hyka alias Mahalla mbrëmjen e djeshme në Elbasan. Makina tip Audi e shkrumpuar plotësisht është gjetur në aksin rrugor Elbasan Librazh para kthesave të Murrashit. 43 vjeçari u qellua menjëherë pasi doli nga biznesi i tij dhe u fut në makinë. Viktima është qelluar me 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në gjoks, duke ndërruar jetë brenda makinës së tij tip Range Rover. Ndërkohë, policia ka ngritur 4 postbllogje në Korçë, Pogradec dhe Devol. Direktiva që oficerët e policisë kanë marrë është kontrolli i mjeteve Audi me ngjyrë të zezë, pasi dyshohet se pas ngjarjes autorët e vrasjes kanë lëvizur drejt Librazhdit. Ndaj Juglindja mbetet një derë kryesore në rast se do duan të kalojnë drejt Greqisë. Burime nga policia bëjnë me dije se kontrolli do të vijojë edhe për personat që disponojnë armë pa leje apo mjete të tjera të ndaluara. Biznesmeni Mondi Mahalla u gjeti vrarë mbrëmjen e së dielës brenda makinës pranë karburantit të tij në Elbasan. Mësohet se 43 vjeçari sapo kishte dalë nga zyra e karburantit dhe ishte futur në automjet. Autorët kanë qelluar 3 herë me pistolet në drejtim të tij, ndërsa 2 prej plumbave e kanë goditur në kokë. 43 vjeçari që ngeli viktimë mbrëmjen e kaluar kishte precedent penal në fushën e narkotikëve.